Nëse boljeri juaj lëshon këtë tingull, ndaleni menjëherë. A e shkyqni ngrohsin e ujit përpara se t'hyni në vask. Ja ku është rreziku. Është e njohur që boljeri në raste të shpërthejë mund t'ju lëndojë rënd ose mund t'ju kushtojë edhe jetën. Sipas ekspertëve, boljeri shpërthen për shkak të defekteve dhe parregullsisë. Në rast të ngrohjes së pakontrollueshme të ujit, të cilët mund ta identifikoni sipas tingëllimës dhe vlimit të ujit që dëgohet nga boljeri, e para që duhet të bëni është që të ndërprisni furnizimin me rrymë, aq më parë nëse termometri shihet në temperaturë tepër të lartë, në kushte që termometri të jetë i saktë. Energjia elektrike mund të shkyqet edhe nëpërmjet ndërprerjes të cilit furnizon edhe boljerin. Në këtë rast, mund të bëjë edhe një shpëtim të jetës suaj. Nëse dëgjoni një tingull të vazhdueshëm dhe fillon edhe rritet, atëherë është koha të shkyqni boljerin dhe të thrisni ekspertin, pasi në të kundërt mund t'ju kushtojë edhe shëndetin tuaj.